Gjatë gjithë vitit, profesionistët shëndetësor përpiqen të rrisin ndërgjegjësimin për rëndësinë e imunizimit, por java e fundit e muajit prill është gjithmonë më intensive, pasi shënon javën botërore të imunizimit. Për këtë arsye, qendrat kryesore të mjekësisë familjare kanë organizuar aktivitete të shumta për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi rëndësinë e vaksinimit dhe imunizimit. Sipas specialistit të mjekësisë familjare në ÇKMF, Rushet Ismaili, vaksinimi është thelbësor që nga ditët e para të jetës dhe nevoja për vaksina të reja vazhdon të rritet. Ai veçon veçanërisht 3 vaksina të reja që janë shtuar në kalendarin e vaksinimit të rregullt në Kosovë, ato kundër human papillomavirusit, rotavirusit dhe pneumokokut. Në shënimin e javës të imunizimit, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare kanë ndërmarrë disa aktivitete dhe kryesisht kanë të bëjnë me ndërgjegjësimin e qytetarëve për rolin e vaksinave. Kemi mbajtur aktivitete në shkollat e mesme të ulta me nxënës edhe kemi mbajtur aktivitete në qendrat të mjekësisë familjare. Është shumë e rëndësishme që të vaksinohet popullata edhe një jetë e shëndetshme fillon qysh me lindje ku ne japim vaksinat e para kundër tuberkulozit edhe kundër hepatitit. E pastaj vazhdojmë edhe me vaksina tjera. Mirë po, ajo që ka kohët fundit ne kemi dhënë një rëndësi shumë të veçantë ka qenë dhënia prezentimi vaksinave të reja, siç është vaksina e rotavirusit, që është kundër barkëqitjes, vaksina kundër pneumokokut, e sidomos vaksina tjetër që është human papillomavirus kundër kancerit të qafës së mitrës. Mjeku thekson se është e nevojshme që çdo ditë të rritet vedia për rëndësinë e vaksinimit, pasi ende ekzistojnë dyshimet e disa prindër, sidomos për sa i përket përdorimit të vaksinave të reja. Gjithmonë ka reagime kur ka lajme të frikshme, ndonjëherë siç kemi pasur në rastin me çështjen e vaksinës frutit edhe autizmit, përkundër asaj që kanë dalë shumë punime shkencore të cilat e kanë vërtetuar të kundërtën, akoma ka prindër që hezitojnë sepse kanë frikë që fëmia e tyre do të ketë autizëm. E njëjta gjë ka ndodhur pastaj edhe me vaksinat e reja, sepse gjithmonë që ka njerësi, njerëz të shikojnë pak me dyshim. Mirë po, kemi pasur fat të mirë që tash kemi këto vaksina, qoftë për ndërprerjen e barkëqitjeve, siç është rotavirusi, ose problemeve të frymarrjeve, që është vaksina kundër pneumokokut, e sidomos tash vaksina e re kundër kancerit të qafës së mitrës, human papillomavirus. Ka pasur gogja vaksinim, gogja interesim, fillimisht janë vaksinuar vajzat 12 vjeçare, po pastaj është futur edhe për vaksinimin e çunave. Jemi të kënaqur me shkallën e vaksinimit me këtë vaksinë të re. Ne kemi bërë shumë ndërgjegjësim edhe tek vajzat edhe tek djemt, edhe bisedat me prindër, edhe bisedat në qendrat kryesore, qendrat e mjekësisë familjare, po edhe në shkollat e mesme të ulta, dhe ju kemi treguar për rëndësinë e kësaj vaksine, kështu që tani ka më pak hezitim, ka më shumë pranim, ndoshta se ka pasur më shumë përkrahje nga ana jonë. Rushet Ismaili shton se disa prindër ende hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre, por ai thekson se nëse kjo ndodh, mbrojtja ndaj sëmundjeve ngjitse është më e ulët. Vaksinat janë për të gjithë, është mënyrë e mrekullueshme për të mbrojtur kundër sëmundjeve të ndryshme, qoftë kur flasim për ato vaksina tradicionale që janë dhënë gjithmonë, tani nuk kemi ne koll të keq, nuk kemi paraliza të fëmijëve, edhe ka qenë një problematike vogël sa i përket frutit, po më duket që është e kaluar, kurse hezitimet ndoshta kanë qenë te Covidi, edhe ndoshta ajo ideja që kur është fjala për influencën të vaksinohen vetëm moshat e shtyra, do të vaksinohen që të gjithë. Mirë, po rekomandimet janë për foshnjat, janë për shtatzënat edhe për moshat e shtyra, jo pse nuk do të vaksinohen të tjerë, por kjo teori ka qenë, kjo çështje ka qenë kur ka pasur numër të kufizuar të vaksinave. Tani që kemi numër të mjaftueshëm vaksinave, thirrja për qytetarët e Prishtinës është që të vaksinohen që të gjithë, të rinj, të moshat e shtyra, sidomos ata që kanë probleme kronike, edhe punëtorët shëndetësor, sepse ata janë në kontakt me virusin edhe me sëmundjet. Ai gjithashtu shpeson që kalendari i vaksinimit të zgjerohet edhe me vaksina të tjera. Njëra prej tyre është vaksina e variqelës.
ju bëj thirrje qytetarëve të Prishtinës që të mos hezitojnë që të marrin vaksinat. Është një mënyrë më e mirë e mbrojtjes kundër sëmundjeve ngjitse. Është fat që kemi vaksinë, edhe kur është fjala për vaksinat e reja, është prap fat që kemi shtuar numrin e vaksinave. Shpresoj që të kemi edhe vaksina edhe për sëmundje të tjera, për shembull për varicelen në të ardhmen, e cila është breng për fëmijët. Kështu që merrni vaksinat, është mënyra më e mirë për të mbrojtur. Vaksinimi është mënyra më e sigurt dhe më efektive për parandalimin e sëmundjeve infektive. Vaksinimi rregullt dhe i kryer me kohë siguron një zhvillim të shëndetshëm të fëmijëve dhe forcon imunitetin kolektiv. Nëpërmjet vaksinimit, mbrojmë jo vetëm veten, por edhe ata rreth nesh dhe brezat e ardhshëm.